thom ashtu. Po qa? Unë po të thom. Se ti po t'u femra, i vetë me funksion që ka, një sekundë të flasim me radhë. Po jo, më kuptoj, unë po ta shpjegoja, se tu më kuptu ti, unë po ta shpjegoj. Nëse femna, unë po të thom, nëse femna ka ondrat e veta, automatikisht ja kupton ondrat e burrit vet. Po. Automatikisht. Po. Edhe shkojnë dytë bashkë. Unë po të thom, dytë shkojnë bashkë, se kanë njëtin menim. Tani të dy shkojnë bashkë tek ëndrës e burrit vet, apo të dy shkojnë bashkë tek ëndrat e veta që ti mbledhin në një pikë të përbashkët. Nëse ti i ki ambicet tuja, ëndrat tuja, do me ecë përpara, edhe unë i kam, atëherë mu kuptu që shkojnë atë dytë që aty. Po nëse unë i kam e ti si ki, atëherë është mirë ti mu mës me ndalu, po me mu bashku nëse munesh për me shku dytë që atje, për me më rri me konë të lumë të me kryu një familje një sanë. Falemderit, për shumë qarë. E po në regull. E po në regull. E po që kash, po ti këtë rast, ti mu po filma, jo po puthësh më shetë tjërë kamerë e nena. Notën e mirë. Po sepse ti me mua, ti s'më ke qujtë në njerë partnere mua, shok. Kash, më ke mohuar gjithmonë. A e të kanë rapak dirë së të? Unë jo, normal dirë si e të netë në pas nga. E po falemderit. Po, falemderit shumë edhe ty. Duhet me shumë pak realisht. Ti mua nuk më ke qujtë në njëherë partnere. Çka më do të thëmë? Ti mua vetëm më ke mohuar. Çka më do të thëmë? Ti mua vetëm ke mohuar. Pse se ndjej me çu partnere? Se ndjej me këtë partnere. Atëherë mos mi kërko këtë llogari. Mos mi kërko mua këtë llogari. Mos mi kërko këtë llogari. Kërkoj llogari vetes tënde, mos shkon me mua. Kërkoj, po ta shpjegoj ç'është jam unë në marrëdhënie. S'po ta kërkoj e gli bënë çështu. Nuk po du me ditë nëse E tash s'po du me ditë atë të sa. Nuk po du me ditë se ti kur do me fol, flet në marrëdhënie reciproke me mua. Pra thua unë me ty kur s'ti intereson në fund se s'del dot e jotja, thua se kam pas fare për ty. Shoku nuk po du me ditë si e ti në marrëdhënie me femra tjera. Në rregull se kam heq boll me ty këtu. Me të gjuh ty se si do me qenë ti me femra tjera. Hajde natën e mirë se ma ke lodh kokën shumë. Edhe nuk e di pse vazhdoj lodh kokën prapë me ty akoma. Menon që t'lu s'mo.